Shkurtimisht pa u zgjatur fare të bëjmë një reflektim fare të vogël. Shkurtimisht pa u zgjatur fare, shi qatë turpi është dhe qatë denigrimi I bëhet punëtorit, ai ka paguan njerëz për të bërë foto, po nuk paguan dot këpucët e këtij xhaxhit që po bën vrimat apo. Edhe u quan të gjithë një moment, se kur unë po I bëra moral xhaxhit, pse nuk I ka marrë këpucët më të bukura, apo më të reja, apo ku di unë se qa. Ca të tjerë thoshin po nuk e ka detyrë punëdhënësi për të blerë këpucët e tjerë. Është shumë fare e thjeshtë. Këpucët e sigurimit duhet ose t'i vëj firma që po bën punën në dispozicion, ose të detyroj punëtorin që këto t'i blej dhe pa I patur këto këpucë nuk duhet të futet në kantier fare, sepse është në rrezik për jetën, plagosje apo në rastet e tjera edhe më shumë, mund të humbi dhe një gjymtyr, siç ndodhi në rëndomt nëpër kantiere, pavarësisht se nuk dalin shpesh nëpër lajme. Nuk është ndonjë çudi e madhe të përfundojë në karrocë apo ndorë të ndërtimit. Por çfarë është më kryesorja është se një punonjës I papajisur me elementet e sigurisë në punë nuk lejohet të futet në kantier. 1. Ndodh kjo gjithmonë? Normalisht gjithmonë ka raste që nuk ndodh. A duhet që pullënësi t'i vëri në dispozicion këpucët punëtorit? Jo domosdoshmërisht, por punëdhënësi me inxhinier ose stafin e sigurimit sigurohet që çdo njeri që futet në kantier, që prek diçka me dorë, që bën një punë, të përdori mjetet siç I parashikon rregulloria teknike. Po e gjithë fabula e asaj pjese të rubrikës shkurtimisht është sepse këta bën propagandë, I nxjerrin punëtorët e shkretë të pasiguruar që nuk paguhen mjaftueshëm nëpër televizione, edhe nuk e njohin rregulloren që ata si korpus e kanë nxjerrë ose dikush e ka nënshkruar që është pjesë e tyre. Mundohen të bëjnë propagandë edhe bjafusin vetes se thën shqip. Edhe propaganda nuk din ta bëjnë mirë. Nuk e ka njeri me punëtorit, nuk I bie me qaf punëtorit njeri, asnjë njeri. Thjesht ideja në qoftë se duan të hedhin dhe syve, të paktën përpiquni që të gënjeni bukur, të paktën përpiquni që të gënjeni në një mënyrë që nuk kuptohet kaq thjesht, se është bastarde fare, shumë e trisht.